edhe mi thonë drejt, po më vjen marrë edhe më shku në këvend. Mirë, po ndjenja e përgjithësisë, po duhet edhe më shku aty, edhe s'pokia që mi thonë gazetarve. Tashti, nuk po kem drejt as me marrë fjallin, edhe më mujtë më konsultu, do më thonë deputet e zgjedhur, nuk kanë drejt, si mas kushtetute, dhe i sa të bëhet i konstitut në vendi, na nuk kemi drejt as debatit. Edhe kemi mbetë që shtu, mas seansa, ose të hyja aty, të dhonë deklarata ndryshme, në fakt ka paqartësi dhe nuk pëdima që mi thonë. Pastaj, ne si parti e vogël me 5 deputet, nuk përmujmë më morë rëllë presë në këtë aspekt. E kemi thonë, kemi propozu në rënë e kandidatin për shamu. Është dikush që mundet që grupi jonë parlamentar e votën. Këta nuk kanë morë vesh, do më thonë, këta që në pozita deri djeshme. Pastaj ka pasë edhe propozimet të tjera prej partive tjera politike. Do më thonë ose me bo njët tonitetit ose diçka. Mirë po, këtë kohën insistojnë me dalë edhe me lonë fajnë. Do më thonë, në fund, opozita i ka fajnë. Do më thonë, kemi dhonë opcione, situata është shqetësuse, kjo nuk është për më kesh as pak, Leo, kështu nuk ka as në ato venet të treta, as në Afrikë. Do më thonë, jem një situatë ku ne kemi dalë pej tradite, do më thonë, përqamja është ashe madhe, sa që nuk kemi mundësi as më komuniku në veti si njerëz dhe si deputet, edhe populli për në shetë gjithve. Tashti, edhe diagnozat se Albin Kurti nuk dënë, Albin Kurti ka bo kështu, se normal që partia ma e madhe i ka fajet, se aty një takon me gjithë zgjedhjen ose me dëgju në herë, dikon qysh me gjithë zgjedhjen, ose mu thirë ma shumë dhe më diskutu, mirë po nuk ka as komunikim. Madje s'ka komunikim të mirëfillt as me ana opozite. Mirë po, tu i gjetë tash diagnoza në njeriu që është përgjithse që e ka shumicën, as kështu nuk zgjedhë. Do më thonë kemi rëllë edhe në atjerë. Duhet me lonë, po kë nuk dënë me gjithë zgjedhje, o barikadu, na kishtë taku edhe neve, se është në pyetje veni, tash t'i natët mo se kjo është bo tepër. Tash duhet dikush që ka ndjenë për atë dheun, për venin, edhe për gjithësin e votë qytetarit, më dalë edhe më jap opcione, ose për ndryshe, se ka njësë edhe qytetarë tash për me dalë edhe më jap opcione, se për në presin aty të dera, mirë po fatkesisht atë e numër të pakt, dalë kjo koci, kjo për thot që usë 2 milion më dalë deputetat apo dalin. Pastaj kjo ma shumë pipengon të hy se sa të dalë. Edhe është një situatë kogja e paqartë. Sot ishtë dalë një veteran një uqekes edhe a i ka ato të vetat, mirë për na ishtë dashë më smelion, se më kujtohet... Sot ti kishë përmledhë gazetarë, njoni aty. Po qashtu është. Kjo është situatë e zërshme... Kjo një mendim negative që kishë për gazetarë. Edhe kjo ma kujton momentet në Bosnë, kër o prish Jugoslavia, del një deputet edhe thot, prej sodit populli i lëshohet vetë vetës. Dhe më thonë, na kemi institucione, kemi njerëz zgjedhur, mirë po që nuk e kanë fjallën edhe nuk po bojnë balë me gjithë zgjedhje. Nuk e kanë kuptuar rëndësinë, edhe rrezikun të cilin jemi, edhe mundët marrë edhe qaja ditë. Unë e ditë e kom shkru një status, se për du të me gjithë formën që është më komuniku me qytetarin, edhe të i njofë mirë që të rrëthona edhe të sigurisë, edhe në përbot, edhe geopolitikës, edhe mundet më ndosë gjithë shka, edhe pas në shku aty Gjak Derdhje, mu këshin lajmru me qindra njerës këshin kë e përmeni Gjak Derdhje. Po, në fakt, është ta me të pyjtë edhe për këtë status, pra... Që ta shpjegojnë të? Që situata është e tillë, e cila mundet me prodhu dhe Gjak Derdhje. Pra, mundet me vetë saktë. Të shpjegoj për ata që dojnë më mdëgju edhe që kanë interes pse kom thonë në Gjak Derdhje. Unë mendoj që jam njeriu ndër të paktët të informum Kosovë se ç'sh mujnë më shku rrethonat se kjo nuk është përbokesh, absolutisht. Do më thonë, e ki një luftë që të ndodhë në Ukrainë, të vron njerëzit për gjithdit, e ki Palestinën që pëthuj se o bo gjenocid edhe është duke edhe s'fol kush ma për ta, ki vatra që timi është të i dalë që është ki në Bosnë në qëto 4-5 ditë e funit, e kem nga problemin e kem pas një sulm terrorist në Mitrovic, edhe këta pushtet jo në shpallën fitoren, edhe qështu ndodhë, këtë normalisht shkon rrjedha edhe ndodhë edhe bohet Gjak Derdhja. Tashti, nuk është mirë me përmen një deputet se nështë ta mundet më kriju edhe panik, po e kom obligim si qytetar, si njeri zgjedhur,
me i tërgu se nëse na nuk silem si të papërgjegjshëm, në këtë formë, kemë shku edhe dej që aty. Nuk kom thonë në si përdu me kërcënu dikën, mirë po rrethonat gjeopolitike, janë qasi suj, edhe në Kosovë, që mundet më do dhe më shku të Gjakderdhja. Atë ka ndodhë najherë, mi po dokera amerikane, shkruan aty në pasyre, shkruan objects in the mirror are closer than they appear. Do më thonë, do gjona janë ma ofër se sa po shihen. Edhe tash unë e kom për obligim, nëse e shoh, e nohas, e kem shiju, e kem provu një situatë tillë, unë e kom dashur popullit Kosovë, se unë jam prind, edhe unë nuk kom qef më ni, as me përmen, as me qu metë si najherë në dyja, ka më ndodhë Kosovë në i Gjakderdhje, po nëse nuk e paralajmërojmë, atëherë diçka që është ma ofër se sa na peshohim. Na kemi fillu na për studio televizive, plot analist, politikan, njerëz me influencë, ma shumë tash kemi lëshu, e kemi lonë këto, kjo o bon normalitet, kjo qërëditja, edhe po thojmë po, shkun që aty nuk është më interesant, edhe po merren besa edhe me zgjedhje lokale. Mirë po, situata, fakt që ashtu është, edhe kjo gjendje e mosbesimit, edhe e mospërgjegjësisë, kjo gjendje që artu, kjo spjegohet edhe shkencërisht, marohet puna për marrë gjendja qështu, për më ndodhë që ajo që kom thonën. Do më thonë në vit që kom kalzu një shqetësim, edhe kom dash. Mi thonë popullit tem, popullit ton, që qëto gjona janë ma ofër se sa na jemi të i pa. Për që ta u konë kjo status, pra kjo gjendje në shqetësot gjithë, edhe une për i me jam i shqetësum, edhe si njerë, edhe si familjar, po edhe për venin, edhe si njerë me përgjësia i votu. Ilir, bro, këto ditë qash kanë qenë të bajashme, se unë sot, sa për shamë mas interesant ka qenë Koci, edhe ky zotnia, ky mendimi pozitiv. Mendimi pozitiv, Fatmia. Ky ko një amën tjetër, që me thonë se ka qëtu mendimi pozitiv, po që merët e qëtë. Mendim pozitivi. Amo, kish mendim negativ për gazetarë, që ke interesant. Sot që u duke më interesant të duke Koci me mendimin pozitiv. Sot në zyre, se zakonisht këtë seansat i kemi përcjell me gazetare, e sot qëlloj një kolegi juni që vjen këtu në studio, qëlloj zyre të unë, dhe më thonë të i bo muhabet, të i fol, u kry seansa a zonën televizorit që shumë, dilshin në rënë, folshin kryetarët e partive, opozitare, dilke Armend Muja këta, dhe më thonë na bëj shumë muhabet, veç fotografinë e këshirë shumë, dhe më thonë qash në ka hup interesimi, që në mendoj që është keq kjo, është keq, po vetë e kanë sjell situatën deri këtu, ku e kanë sjell, mirë po aja që po vërehet tash, për mendimin tem është që ka fillu, nëse në fillim është faji ka qenë i drejtuar të një parti politike, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, faji ka fillu tash të shpërndohet, edhe të partit deri dje opozitare që i kemi thonë. Edhe unë mendoj që është e drejtë kjo, edhe është me vend që po shpërndohet faji për shkak se edhe partit opozitare në këtë rast. Këja muj me thonë që ka qenë ndoshta ma deri dikun ma konstruktivja, nuk në raport me partit opozitare nuk ka bo nëj kërkes kështu eksplicite ose me qitë kushtëzime. Mirë po dy partit tjera të mëdha edhe partit tjera do thotë ju ka mungu komplet një kreativitet për me bo një presion publik edhe me dalë prej kësaj situate. Na që ka shumë, dhe thot është, e kemi këmgulljen e LDK-s në qeveri të unitetit, në anën tjetër e kemi qëndrimin e PDK-s, që do thot nuk lëshojmë për kur gjo, nuk arrin as njëherë me u taku, kështu që në këtë stad ku jemi, edhe partit opozitare e kanë përgjithësinë dhe fajin bashkë me Lëvizjen Vetëvendosje për shkak se nuk po janë kreativ, nuk po bojnë kur gjë, hiç absolutisht, as një aksion bërë simbolik diçka me bon kuvend. Bile sa Koci. Bile sa Koci, po, ose diçka të ngjashme. Kështu që këtë që po bojnë, do thotë e kanë kthyer në rutinë, dalin e marrin një konferencë pas seancave, pas atij fjalimit 30 sekonda të amniteharit, dalin i flasin fjalët e njëjta edhe shpërndohen sikurse mos më ndodh kur gjë. Kështu që unë po mendoj që në këtë situatë çfarë jemi, unë për shtypjen e kam që mas pak të jenë ka pringosën
që ta njerëz në kuvend për që të gjendje. Se me u kënë brengos ma shumë, unë e besoj që ishin konë ma aktiv. Ma të brengosën janë gazetarët, shoqëria civile, edhe qytetarët, se so deputetët. So pas i deklaratës në Itasoni, pas se t'ja fjallën Dibronit, i cili shprej shqetsimin, se po vim këtu, ke shumë interesant, të ndjekim deklaratën në Itasonit. Unë e shoh që jemi duar duke kot këtu në kuvend. Nga intereset e ngushta të kryetarëve të partisë, prandaj e shoh që kot vim tash hym 11 dhe dalim 11:30 dhe asgjë nuk ka ndryshuar. Prandaj qëndrimi jam është që më mirë është mos me ardh fare. Unë i kom thënë të vinë veç kryetarët e partive dhe në përfaqësojnë. Cila është arsyeja më na mundur neve në ardh. Duhet më ardh për zërit, më ardh këtu me nguat refrenin për 30 herë dhe me dalë. Unë për herë të fundit sot vi. 30 në libër të Ginisit jemi. Takom edhe me Albinin, edhe me Glaukun, takom edhe me Vitin, edhe me Shqipen, edhe me tjerë, edhe me Albolinën. Nuk e kam atë njarkes takimin. Problemi është e kryetarët e partive. Partia e parë është problemi që nuk hap mundësi. Ata du të hapin mundësinë, dhe ne du t'i përgjigjemi.